Sa më shpejt Hashim Thaçi në Kosovë. Kryeshturimi më i madh është për lirimin e çlirimtarëve. S'ka drejtësi. Po të kish drejtësi, si ishin ata atje ku janë. Se një përbuzje, gjokë dëshmuarve komë na kushtura, na? Kemi kujtuar 1432 fëmijët që kanë vdekur në luftë. Dosh zoti çlirimtar sa më shpejt është në Republikën e Kosovës. A je krenar për ditën e sotme? Po, sigurisht krenar, për që ditë kanë luftuar. Unë jam nga një ekonomista. Kjo uniform? Kjo është si veteran me të luftës. A keni qenë ju? Unë jam invalid i luftës. Unë përshëndeti këtë të bim, o koni në mëllëshum, i kemë dhejtësa tonë, komandant tonë i kemë pa fajshëm në hangë. Sa është emocion për juve me vesh këtë uniform sot? Knatësi e madhë. A keni urim për shqiptarë për krejt për festën? Gjithë ja uroj festën më të moment Kosovës. Sa më shpejt Hashim Thaçi në Kosovë. Një urim për pavarësinë për krejt Urime të gjithëve shqiptarëve. Unë jam Idrisi nga fshati Shurdhan, komuna e Gjilanit, pjesëtar i zonës operative të Pashtrikut, operacioni Shigjeta. Kjo uniform që e keni vesh? Kjo është prej kohësh. A keni një urim për ndër të festës? Po sigurisht urimi më i madh është për lirimin e çlirimtarëve. Para që jemi këtu. Sa emocionuese është për juve dita e pavarësisë? O shumë, si njerëz më të mëdhenj në mungojnë neve këtu, është emocionuese pa përshkruar. Do të thotë që me dalim i dal për hir tyne, po kështu që diçka gëzim ndjen kështu nuk një shpirt. Po ta them kështu me sinqeritetin më të madh. Se nuk ka drejtësi. S'ka drejtësi. Po të kish drejtësi, si ishin ata atje ku janë. Unë jam Ali Smojli, një vepritor me ato mundësitë e mia që i kumë bëhe për çështje kombëtare, edhe deri në vdekje im për ata. Sot jemi dol këtu pa politik, se ku kem vepruar na s'ka pas politik, po kon çështja kombëtare për t'ia ngre komën pushkës, ha. E sot ata trima edhe veprimtar që na erdhë sot e liria me forcë që tu jemi kona dëshmitar të kohës, ku s'kemi guxuar me dol me pi një kafe, sot me punën e të gjithë dëshmorëve, veteranëve, invalidëve të luftës, jemi ardhur deri këtu. Këtu është problemi që do ta kemi një respekt, si popull dhe kisha lut popullin, ti hopsët, ti cilësit se një përbuzje, gjokë dëshmorëve komë na kushtura, na? E këtu dëshiroj sot gjithë popullin shqiptar, t'ja uroj festën e flamur e Republikës Kosovës, e inshallah jem për gjithmonë, se sa ti kemi bërë 18 vite për rregulla ndërkombëtare, jemi madhur, ha? Kjo është diçka e pazaventshme, se e njëta të orë u gnu komandant Komanovës. Komandant Komanovë në ku pas sekretar këshillit që kemi vepruar për rendim në bashkë, ha? E këto një diçka një emocion se kemi vepruar 30 e sa vite, ha? Po e tham një gjë. Troj. Edhe a ditë që u shpol pavarësia, unë kom qenë i lëndu në Zvicër, edhe tash në gazetë zvicrane e shkruan që sot u shpall pavarësia në Kosovë. Mirë, po te aty shkruaj që 17 vjet kanë ndodhur përpora tek ne, ha? Na jem shtetërime, gjithaj kem në përdor, atëherë duhet që ti përballojmë tanat, edhe ta dim që jem autokton. Sot kena dalë për 2 ngjarje, fest dhe protest. Urime festa pavarësisë, u shpaguft gjaku i shqiptarëve dhe gjenocidi që kena përjetu në përshekuj, dhe protesta liri për çlirimtarët dhe shteti Kosovës, lufta jonë, se kemi për luftë të drejtë dhe ashtu të shpallet, se kjo gjykata speciale po m'duket e ka gatruar rrugën, nuk është gjykatë për drejtësi, po ma shumë politika, po kush pe financan, Rusia, Serbia, nuk e di. Jam shumë krenare, gëzum që jam gjallë së pari dhe përjetoj këtë ditë të gëzimit dhe të lotëve, se vetë vërtet kombion ka përjetu shumë vujtje, shumë gjenocid në përshekuj, urime, gëzime, në arshin ditë mira për neve, për generatat e reja. Urime pavarësia, dosh zoti çlirimtar sa më shpejt është në Republikën e Kosovës tek familja. Juve respekt, nder. Urime festa e 80 vjetorit pavarësisë.
A je krenar për ditën e sotit? Po, sigurisht krenar, për që ditë kanë luftua. Unë jam Mina Galimuna, nxënës e shkollës Dardania, jam në klasën e 8. Këtu përndër urime pavarësia Kosovës. Këtu përndër të 18 vjetorit të pavarësisë Kosovës kemi bërë një projekt nga 18 kërnisa për të kremtuar këtë ditë. Kemi kujtuar 1432 fëmijët që kanë vdekur në luftë, 10 cilëve u mohun nga dhuna, dhe çdo kërnisë ka nga 80 fëmijë. Ndërsa në mes të hortës paraqitet në ngjarje që lidhet me këtë temë. Këtu fjala forcë është një karakteristikë për këtë temë, që na kemi folur për temën e FSK-s, dhe fjala forcë simbolizon fuqinë dhe vullnetin e saj që kanë kontribuar për mbrojtjen e qytetarëve, gjithashtu edhe në misione paqëruese. Ne quhem Ame Krasniqi, jam nxënëse e klasës 8 në shkollën Dardania. Këtu kemi paraqitur pra një ngjarje siç e tha dhe Nina, ku kemi paraqitur disa nga datat kryesore që lidhen me krijimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe që lidhen me pavarësinë e Kosovës, ku kemi krijimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, e cila u krijua në janar të vitit 2009, data 14 dhjetor 2018, e cila është data kur Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjet në Kuvend për të transformuar FSK-n në një ushtri të plotë dhe profesionale, pra të quajtur Forcat e Armatosura të Kosovës, ku deri në vitin 2028 synohet që të arrihen rreth 5.000 ushtarë dhe 3.000 rezervistë. Sa jeni krenar ju vajza për shtetin tonë? Ne jemi shumë krenar edhe për punën e palidhshme dhe punën shumë që kanë bërë FSK-ja dhe Forcat e Armatosura të Kosovës. A keni fitu ju sot për festë me i organizu çdo me bërë çdo punime? Kemi gëzuar shumë që kemi marrë pjesë në këtë, edhe si nxënëse të Daranisë, por edhe si na jep shanca me i shpreh shumë ngjarje të ndryshme që tregojnë për luftrat dhe mundimet që janë bërë deri në ditët e sotme për këtë shtet. Edhe unë dhe shoqëria mia jemi shumë krenare që kemi marrë pjesë në këtë projekt. Ç'kishit me oru shoqeve edhe shokëve të bërë Kosovën festën e pavarësisë? Ne ja urojmë gjithëve festën e pavarësisë, besoj që edhe ky vit do të jetë gjithë së bashku të lumtur bashkë. Ja urojmë gjithëve 18 vjetore.